Rruga që lidh fshatrat Xhiberhane e Ket me rrugën e Arbrit në bashkinë e Klosit vijon të jetë amortizuar prej shumë kohësh në këtë aks rrugor, i cili dikur ishte rruga kryesore e gjithë njësisë administrative Xhibër, nuk është bërë asnjë ndërhyrje. Riparimi i fundit është bërë rreth 3 vite më parë, ku është truar me zhavor dhe ngjeshur me rul. Por banorët dhe drejtuesit e mjeteve ankohen se rruga nuk ka mirëmbajtje. Sipas tyre, në të gjithë këto kohë në këtë segment rrugor nuk është ndërhyrë, ku shirat e mëdha kanë ngërryer trasen, e cila tashmë është kthyer si një rrugë prej kaldrëmi. Automjetet e vogla kanë shumë të vështirë kalimin në këtë segment rrugor, ndërsa shumë prej banorëve detyrohen t'i lënë mjetet në qendër të njësisë administrative. Ata kërkojnë që rruga të paktën të shtrohet me zhavor dhe punëtori i mirëmbajtjes të dalë vazhdimisht për pastrimin e kanaleve anësore dhe mbushjen e gropave. Ka sa dush, ka 3 vjet sa rrekush më së. Ka bërë skandal kret. Kanë prek makinat me bëtra më të poshtë. A gry, bie shejnë, kanal gjë. Asisan. Për me matje ka thonë, ku gjë? Ja, mi ba një reve, më këtë qonin të. Tjetë ka një ki kanë prej splesh. Banor këtu, këtë kështajnë të motë, se dhe të poshtë, banorit, të shofi mjere me budërën të rëgjë. Pa të thonë e thotë, ku erë të herë si bëm ledhja të, si vitin, sa të në këtë shtrume. Po, sa vrati kush më së më Bashkia e Klosit gjatë dëgjesave publike për buxhetin ka deklaruar se ka një projekt për asfaltimin e kësaj rruge që lidh fshatrat Xhiberhane e Ket me rrugën e Arbrit, por deri tani nuk ka deklaruar një afat se kur mund të investohet.